mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, jemi përsëri në spektaklin tuaj në këtë ditë të shtunë, këtu në Radio Televizionin 21. Njeriu do t'jeti vëdishëm se çfarë do në jetë. Nëse ke një cak edhe synon atë, me çdo kusht do ta arrish, me gjithë punën dhe pozitivitetin tënd. Neve shqiptarët duhet jemi të vëdishëm se çfarë duam, kush jemi, ku jemi, prej nga vim dhe ku shkojmë. Duhet jemi zot të vetvetes, të vendit, të dheut, të kombit tonë. Ecim tutje me spektaklin tuaj, me një numër të madh të publikut ton, të vrollshëm e të bujshëm që vjen gjithandej. Çdo javë është prezent e më prezent. Sonte i kemi nga Shtimja, nga Ferizaj, nga Podjeva, nga Prishtina. Dhe mbajmë duar trokicet që do t'ja fillojmë me këngë. Është spektakël. Ne jemi shumë të vëdishëm për seriozitetin ton në këtë spektakël dhe synojmë sigurisht që t'jemi serioz për atë që bëjmë dhe të jemi argëtues për atë që japim. Do të vi në vazhdim një artiste e madhe e skenës, do të vi me ritëm e me këngë për ju, për ne, për të gjithë, Ganimeta Abazi Ganja. Mami dhe shuj, kur që më së thuj shuj, se u knaqëm tu knaq, na u knaqëm tu knaq. Mami dhe shuj, kur që më
Java e kaluar ishte një javë nga më të bujshmet. U shëndrua nga një ndeshje futbolli në një festë të madhe mbar kombëtare. Është interesant, sikur një moment ndonjëherë na nxjerr nga një gjysmë letargji, sikur na kujton bujshëm se jemi shqiptar. Apropo kësaj, në vazhdim do të vinë ata që na sjellin gaz. Do të vinë në skenë. Tuku lukat në skenë. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në emisionin sportiv Fluturoj! Bravo! Faleminderit shumë! Siç e dim të gjithë, para pak ditësh është mbajtur një ndeshje mes kombëtares së Serbisë dhe asaj të Shqipërisë dhe kanë pasur ngjarje. Por ka edhe plot ngjarje të tjera që ne nuk i dim. Kanë ndodhur në prapaskenë apo në skenë nuk e dim, por pa humbur kohë. Unë do t'i ftoj në skenë 3 mysafiret e mia, Sofia, Beti dhe Dardania! Kemi ngrit flamurin mbi Serbie, me treguar se jena Shqipënie. Kemi ngrit flamurin mbi Serbie, me treguar se jena Shqipënie. Shqiptar emrin gjithmonë e kem pas, oj Serbi, oj zemrën ta kem pas. Shqiptar emrin gjithmonë e kem pas, oj Serbi, oj zemrën ta kem pas. Kemi ngrit flamurin mbi Serbie, me treguar se jep kurqësie. Kemi ngrit flamurin mbi Serbie, me treguar se jep kurqësie. Shqiptar emrin gjithmonë e kem pas, oj Serbi, oj zemrën ta kem pas. Shqiptar emrin gjithmonë e kem pas, oj Serbi, oj zemrën ta kem pas. Apo ulesh e para ti? Ja, shka. Açka ju në mas jam e kërë. Atëherë edhe njëherë mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur të nderuarat e mia. Po faleminderit që më mama që gjatë më dhe juve se jena shumë i ratë të kërume. Asa mirë me kohë shqiptare. Asa mirë me të shqiptare. Mirë, veç nisa Zona po, da? veç pak. Nuk e kom të qartë, çka janë këto shenja në përfitimin e juaj? Shaja dhe sa në runguma traktorit, a përdjen, për qështë këto shaja, i na konë midis stadiumit Beogradit, na kanë hili mirë, ka na kanë higjit, ka na kanë sakatue. O katastrofu ko, na kanë sakatu le ta di, jena ardhë një kalzu këtë botës mbar le ta di, edhe FIFA, edhe UEFA, edhe aja hasbia le ta di, s'herë shpijet. Le ta din edhe Platini që pëhan pa lidhje, e pëthe Shqipëriani në kënaj, gojnë tash kuj pisi e thirë që pëthe. Dardane? La feri thirë, E se ti më së nëzij. përzena. A peshet që shmu ka bon ftyra si autostrad. Në ta na unë t'ju mu shenjat komunikacionit, mu ka bon ftyra rrug një kohje. Tyra man, me Zona! Valju tjeli! No, është disa njarnë. Mirë, shumë se na keni emocionu edhe Qasisht, ne? A mund na tregoni se ka ideja, që shkut ju në Beograd? Si keni shku në Beograd?
Më falë që për keshi si këtë budalit. Quri, Unë e budalit, a? Për në falë nështë të moderatore me thonë palidhe budalit dhe këtë budalit. A, ne që për ta falë. Dojnë dashnia nuk një mërdorë. Që? Kem dashni për këmbëtarën tënë, i nashkumi për kronin dhe të lejtarë me 32.000, më në me thonë asish, ne? E që shdojnë i nashku me pro, burrat në laun me rukufinin, unë me 3 shoqë jem shku atje, Samir me kon, i shqiptare, Samir me të shqiptare, E mira, mund nga të regoni që shkut, pra. në autobus të pesve. oj qurë. Qëraj. Të bus të pezin a shupe i dardanie pësh. Po dhe mire ko betë Ja për Dardania i nalë shumë me lift. Ek, më e buto. Qura. Mire ko se me stodi në njës për rruganinaj. Me shtotve? Po. Veç pak se unë nuk e kam një sent kjorë. Në ora 7 jeni njësë. Është e vërtet. Në ora 8:45 ka fillu loja. Është Qysh keni vërtet. mujt me më rinë Beograd? Më falë që për të matë për të budalë qysh, për e pëse që kënëm, për na kina shku një për para i mihrije. Bë, një për para se kalde Marigion atje tha, jem të shindis flamurin, për pa i kush më ka hargjue. Thash përri se ta bijoni me Dardonën dhe me bete. Po, e që shkove tani? A? Që shkove? Autobus? Në autobus, a? Pa me autobus drejtë rrugës i na shkue. Pasha zoti, po, edhe me pasru pak tereni për Dardonën, se ka posë. Po, e Dardane më falë se një pyetje kam Po, të ordnani. drejt për ty. Ka guxime? Kur Shka jemi- ke punat e guxime? Kër jemi të guximin, mu guximin ma ka pru djali migjes për Gjermanis. Për guximin unë e përshëndes pikës pari Sofine dhe Beten se kanë qëndruar qysh në vijen e partë frontit për ta ngritur flutë të roken se bashku me flamur mitis Belegradit. Samir, më të shqiptare! Bet, e qka ka ndodhë, mandej? Qfar ngjarje ka pas O, tjetër? qka mës aty luk, që ka që pun të qethe trupi kur për kërqaj. Ma bete, Bete. ma bete. Bete. O, zë që më ka vynë stadium kjesë kështë i buria, për ti bete kje. Qubre, E, mandej? Mandej mi hrije na i Shuj, bet, shuj. Shumë bete, më shëllë. Kur ma krenore si atë natë nuk jem kon. Kom pas emocionet për zira, 3 zoll një ciment. Po, a? Mirë, qka ndodhi tjetër, zoja Sofia? Kanë dëllë diçka, Ku ket ju, ku qëndru, Se, ku unë ishe tale, ti? prej minutës por, kalde diçka, prej minutës por, lejtarë tonë e konë provokuam. E di unë e cona kër ka doli ka orë limien, ka qëtë i ka orë. Pa ja jo shqiptarë, ja ka gjuhë qështu, ja ka gjuhë huve. Pisi, si ani ti platina që. Pisi, zona, vë të kisha hishë bloka. Na mi hrije kemi qenë në fëtërë të 2 ullën, Qka fëtërë të dy? pa hrija me 32 antarë, qka? Fahria me 32? Fëtërë të 2 është ullë që anë veri na konë ullë, po. Edhe na ti na shku me pastru një javë ditë terenin, se kjo, dhe më thonë është me profesion është elektra, ka kryu në Milano. Po, a ke 3 janë bashkë jo? Ku ket jo? Po. Urna. Unë se fje në konë stadion, adin atë mrena në konë të qëndru herajkisht. Pasha Si zoti, së këllesha? Po, si, O, Samir? me qka shqiptare, Hej! a Samir me qenë shqiptare, hej! Hej! Unë falë shpa këme shpiraj. Samir me qenë shqiptore, hej! Mire, po. Në në konë stadion, Dardonja a konë në hotel në hatin e të 12, atu ka fillu gjithë shka. Qka ndodhi, Dardan? Ka A qenë- është e mundur që unë e pe kuptoj që ti e ke ngrit flamurin? Ka qenë një natë shumë e vështirë për mu. Si natën e port marteses. Ka dal e kom zerë, piqon të flamurin këmtar. E kom zerë edhe telekomandën, thash ta lidhi. S'kom di gja, kom lidh plusin edhe minusin bashk. A nëdës dhe katëdës, ja bona një farure për me konë përqos shumë i mirë dhe direkt në telekomandë. Azimutet e jashtme dhe azimutet e mbrenqme i kom lidh në telekomand. Tash ta pravoj këtë njëse telekomanda me gjithë flamur, s'kom ditë qonë veç ku u dhez maqina lomjes. Ja. E kësha lonë centrifug. Vërtet. E kësha pas lidh nga bim. S'kom ditë gjonë, tash ta pravoj edhe herë mës për niset. S'kom ditë gjonë nuk o nisë mirë Zarnov ta kesh në Beograd atje i shkon. E të më lunë njërst, të më kapën emocionet, veç mu ka kujtu i herë Terminatori 3-shi. Kë e lidh ke plusin edhe minusin sy, s'kom ditë gjonë. O, s'kom ditë gjonë, veç ku nisë fluturokja se bashko me flamur me Shqiponjen etnike autokton shqiptare! Bravo, Dardone, bravo! E s'kom ditë gjonë. Te kom drill Beligradin të 4 ondë. A Samir me qenë shqiptare, O Samir me qenë shqiptare, hej! O hej!
Çka ndodhi tani? Ka ndodhë diçka. A ke veç pak më falni se edhe një pyetje një përgjigje nuk e mora. A ka qenë planifikume me minuta ajo ngritja e fluturakës së flamurit? Ka qenë minutën e 15 që fluturakja dosh më, po çaju ka përzi e kësajna, nuk e di, veç aty në stadium u hallakot gjithçka. U hallakot gjithçka veç që dishim karni, tu gju ata, tu gju gjithë kalitot, e dini maqinë lomës në karë që ty, e kom qel maçinën, teshat borë aty, i kom ty, e kom shumë centrifuge të kom largue. Pë, na tu je mul, veç kur kom... Nata, s'kom ditë tanë, ordë dhe rishkjetë të kom provua pi për drita, jo kom hupë. Nata, s'kom ditë tanë, veç kërë ngritë flamurin. Ja, ka zëtë shkarë dhe një kisë së gjëke për e home. A të vështërështë të shkarë. S'kom ditë tanë, veç kërë ordë, Dardonja ka qilë drejtorën atje të politikat. Dardoni jasë të djakur, veç pa ka bokshti qullë shuë, s'kom ditë tanë, veç kërë ka ordë Isa Mejs, Mojlin, unë Beograd. Ti ka tranuë një Beograd, Na keni sjell shumë emocione, është e vërtet, por a mund të më thoni për fond ju ka mbet peng diçka? Pa e bo në Beograd apo? Na ka metë marak, mullin në gjoj, e me put flamurin, si zbaletinin vlër. Asa mirë me qenë shqiptara, hej! 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 Sporti fluturoj Shqiponia, natën e mirë, faleminderit shumë, ju pashim. Pas ka atmosferët bujshme e të bukur që na sollën të kulukat me mirëria në ecim tutje. Sonte do të vijë një njeri tepër i veçantë, mysafir strumbullar, siç e quaj unë në spektaklin ton. Ai do të sjellë shumë çka nga rrëfimet e jetës së tij. Jeta e tij është një rrëfim shumë i gjatë, gjithçka në shërbim të avdheut. Zonja e Zotri, ai do të flasi më shumë. Andaj le ta ftojmë pa humbur kohën në skenë. Për ju, për ne, për të gjithë, gazetari i shquar, autori i shumë emisioneve, autori dhe kreatori i gjërave të bujshme për kombin dha dheun, gazetari i njohur Zotri Milajm Zeka. Milajm se erdhe. Është bukur që të kemi këtu, shumë duar trokitje. Urdhronin karriken tuaj. Milajm Zeka, në shumë emisione, shumë qa keni thënë, jo vetëm në emisionet tuaja, ku keni qenë mysafir, për herë se ju jeni mysafir shumë i veçantë. Këto karrikat se kam pak puna e muzës, pengesa me thonë. A puna e muzës. Në realitet, ofroje pak mikrofonin, në realitet muza. Muza është diçka që zgjon shpirtin për të krijuar. Sonte ti je i rrethuar me nuse të bukura, me këto velle të bukura, që sonte vinë përsëri nga Gecian Fashion Group, i Duar Trokasin. Për qefin tanë, për marakun tanë. Jo, do me të tregu dy gjera, ato vajzat, gremerët tua, thana me ta ndreq ftyrën, thash s'kam ftyrë, s'ka nevoj me ma ndreq, po frizerja ty ma regullu frizurën, thaj vetëm i sani ke flok të bukra, tha të kanë gjatë dikush në familje, thash 3 vajzat edhe na i ma baze. Për flok. Për flok. Falemderoj edhe në besin që më ka ndrejt shumë. Falemderit që je sonte me ne këtu, një atmosfere bujshme, kemi mysafir gjithandej, Odeoni do mysafir si Milajimi, ju keni, unë e thamë... Do më dojnë, do së më dojnë. Asë njëherë, është që unë e du, unë e ti jemi në njënë. Falemderit. Mirë, por nuk baj asë njerë njëtë s'kam bot diçka me më dash dikush, ose me më urejt dikush, mendoj që gazetartë, moderatorët, politikantë, hoxhallarët, priftrejt janë misionarë dhe njeriu asnjëherë nuk mund ta çojë misionin e vet përpara, nëse se mendon se si do mendoj dikush, a do mendoj dikush, a do
A do të mu rrej dikush? Për të rrejt nuk po thamë, po dikush ka simpati, dikush s'ka simpati. Si do që t'jetë, unë e ti jemi njën e non. Ata që nuk dojnë njën tjetër e non. Misionar. A e mendon Milajm Zeka veten misionar? Po, e mendoj. Si e mendon? Si do t'a përshkruaj me pak fjalë? Misioni im në jetë ka qenë që unë të transmetoj zërin e popullit tim, kudo që kam jetu, kam punu në radio televizion të Suedis 16 vite, në radio dhe në televizion, dhe mund të them që janë 825 emisione në kanalet e huaja televizive dhe në radio, që janë 95% i kushtohen popullit tim, kombit tim. Misioni im, kur shpërtheu lufta, nuk kam mujtë me qëndru në zyrat e radio televizionit Suedis, dhe kam po të arsyeshme... As inert, as inferior, po në aksion. Po, jom kthy si gazetar, sepse jeta ime nuk ka pas kuptim më në Suedi, dhe jom kthy vetëm hatri i fëmijëve, hatri i pleqve, hatri i njerëzve, dhe mbi gjitha hatri asaj që populli im të jetoj ashtu si që ai don. Dhe juaj tjetë i lirë. Mirë, Milajm, kush ka ndikua në formësimin tënd intelektual dhe adhetar, se ti si fëmijë burgosës? Në mënyrë absolute, gjyshim dhe babaim. Gjyshim ka qenë nga ligjerus të parë në medresën e Gjakovës, Mullarif Sherifi, ka qenë njoh si madhi fejs, dhe porosia gjyshit tim ka qenë që ma gjuna është me lëndu zemrën e një njeriu të mirë, se sa me i shem dhe xhamia apo dhe kisha. Babajim po ashtu është në grupin e 49 studentave të partë mbas luftës, me qenë se ti e kemi Ilir Beranin, ka qenë shok klase me babajin e Ilir Beranin. Doktor Beranin. Dhe këta dy, por do të them edhe diçka, ka ndiku shumë mësuesim Feriz Nura, i cili më ka mësu me shkru, por artin e të folurit ma ka dhuru gjyshja ime. Gjyshja? Gjyshja ime... Po futem pak në emocione sepse ka vdek dhe nuk e kam taku mbasi u marratis. Por ka qenë njeri që ka njoh mbi 100 pralla. 100 pralla, gjyshja? Dhe asë njerë nuk kam flejt, po më të regu 2-3 pralla. Të qahet për gjyshën? Ka qenë njeri që e kam dasht mas shumë të njëtë. Sa e bukur është mor Milajm kjo. Asjerë nuk e besoj që ka vdek, nga se s'ka marrë pjesë në vorrimin e saj. S'ke marrë pjesë në vorrimin e gjyshës, si përndjekur, sigurisht që s'ke mund të kthehesh në atë dheun tënë, në vendin tënë, edhe sigurisht e ke të gjallë në mendjen tënde, në ëndrat tua, në prallat e saj. Jeta njeriut. Sigurisht, qëndrojmë, po edhe qajmë, edhe mërzitemi. Kur të kanë burgos? Shumë të rritë kanë burgos. Unë mendoj që është madhështi e çdo burri dhe çdo femre me qajt edhe me kërku falje kur gabon. Unë e qaj shpesh, qaj sidomos kur shoh fëmijë duke lypë në rrugë, qaj kur shoh njerëz të varfër, jam njeri që kam pas 2 anë të jetës time. Kam pas një jetë shumë të mirë, falë prindërve të mi, sepse dhe kam qenë pak djali astreti, djali lastu. Dhe sa motra? 5 motra. 5 motra. Por në anën tjetër... Djali nanës, djali babës edhe vllai 5 motrave, si hazret kështu. Po, edhe babaj më ka qenë i astretit, kështu që ka qenë një gzim jashtëzakonshëm familje kur kam lind, ma djetallej nana ime thëjke, ka qenë edhe një jevge murgës të këtë ka dhonë gjisi, e mi gëzu gjithë që ke lindë ti. Talej. Dhe jam burgos në vitin 81 me rastin e demonstratave. Ishe sa vjeqar? 17 gjys. Kam qenë organizator i demonstratave të Drenasit zbashku me Enver Dugollin. Shumë shpejt. Por Enveri ka merita shumë atë mëdhaja se sa unë. Si organizator atje? Po, si organizator. Shumë shpejt ke ik nga burgu.
Në lëshun prej burgut mu edhe në verin, pastaj tentun me na riarrestu, në verin e morën, e dënun 11 vite, unë arratisa në kam, jam arratis vetëm me zotin lartë, pa pasaport në Itali. Prej Italis njëtën ditë kam kalu në për Alpët e Austrisë, ka qenë temperatura minus 20 gradë, njeri që kur njëtën time s'kisha qenë asë në Prizren. Qysh ke udhtu vetë, ke udhtu malit? Kam udhtu në Vigoricë, më kanë ndihmu disa njerëz, një kusheri imi dhe një nip, cilët fatkeqësisht ma vonë u denun me burg, pse më zorën mu jashtë, njeni u denu 3 vjetë e gjysë, njeni 4. Po, dhe është interesant se ky nipi duke qajt, duke thonë që momenti ma i vështiri jetës time ka qenë kër e kemi përcjell Milaimin në kufe, njeni ka qëllu atu që ka qenë bashkëpuntori shërbimit sekret, serb dhe ata ranë në burg. Dhe pastaj kam shku në Vjenë, dhe në Vjenë kam jetu një vetë, ka qenë hera parë, na me qenë sa show program do me tregu, ka qenë hera parë që kam po kadë me ula. Kisha po bojler, po kadë s'kisha po sepse banjon e kam pos në hartë logëve. Pastaj prej Vjenë kam shku në Paris, kam jetu në Paris një vetë dhe prej Parisit në Stockholm. Do me thonë 82 në Vjenë, 83 kam jetu në Paris, ku i kam që lullet në Verogjes. Pikishtu doja dilja në emigrim, i ndjekur, djali ri, i vetëm. Sigurisht, hasen mirë kuptimin e nacionalistëve dhe dashëve që ishin andej në për të takojnë, të ofrojnë. Shiko, dhe me qenë se janë tri, tash shumicën për këtu në vojzën e modhe kam 24 vjeç, vojzë e dyta është 22, dhe une kam një mision tash, që fëmijëve të mi dhe rinis mja u tregu të vërtetën. Nuk është e vërtet që ne kemi dasht shqiptarët, so lavdromi sot që kemi dasht lirin. Nuk është e vërtet që poplin na i ka përkra demonstratat e 81-shës. Po dasht me rajt me thonë që po na do populli, po na përkra populli. Jo i gjithë populli Milajin, por një përqindje e madhe, po. Shumë e vogël. Ajo ka... 81-shën po flasë. Okej, 81-shën, ka shku duku generalizu në vitin 90, të është rrit numri. Po, absolut, vetëm unë du mi thonë Brezit 3, që unë i kam idhull minatorët e Trepqes, sepse minatorët e Trepqes për herë të parë kriju ndjenjen kolektive kombëtare. Për herë të parë shqiptarët kanë mendu mirë, drejt, në mënyrë kombëtare, kur minatorët e Trepqes u futën zgafella. Dhe atyre mund prej asoj date mund të prenohen. Kjo e bukur është një periudhë. O sa mirë me qenë shqiptarë, me hapë pej greves e kënej. Apo do në me i tregu kësaj... S'kisha të regëna, unë e veç qedha se kam qenë me ngu pejsash, mi së është i meqën edhe i pështër. Po, njëtën ku, ja. Mila, si njëri Qysh meqën... gudzan me mi thonë Musafiri qatë fjallën e dytë? Po, qysh gudzan? E këtë qysh për gudzan aty më të athire o leksin ata të horë mi po? Qysh dojnë këtë morë vjavë që të në fushën shesh? Se s'gu jenë me thoni, a i pështër për qëta, edhe njëri por që a kanë thyje? Banesën, normal që ti folë gjithë shka se si tu të është prokurorit. Që ti prokuror me tu, pa ta rehi pa puqet, se dhe salus rej. Ta njek salus, ndej mbrek dilit, më në me thonë mëve të ta hije, pa salus të hamomit të është familë. Milajmë, si njëri meqën... A ju tregu që si ishte askushi, do më thonë ishte në vra pas pareve, do të me bone i punë, që me arsutu rogën e ti të madhe. A që randë vetin punë s'pat, hajtë në Kosovë të gjojtë dikërët e ngulle, ka gjë këtë qyqe që ja ka lëshuën. Bravo të ku. Me ma ngullë s'ma ka ngullë. Pa që s'ta ka ngullë se ti gjithë rëngë shtu E vë Milajmë, si njëri meqën, Milajmë edhe najmë, amra si për ta fërshtë edhe, pëse të shkru njërë në të rohën qitën dhe më thonë rodhën e tretë, s'ka është që kja që shtu e frime? Balon, tullumbaci... Bravo, bicikl, pa menaj, mesazhi shka? Balon, pe di që balon. Mesazhi? Pa, kjo është barku shqiptarit që fryhet mi ditë punë të huja. Balon. A dhe s'ni di këtë punë dhe një qfryje, që? Shfryhet është tani i shkën zora qërë, shkaj, se nuk është mirë. Milajmë, se këtë fjallin që ta thash i pështër, ta thash në kuptim edhe të mirë, për në kuptim edhe. Edhe jam i pështër. Ma tani, më sëmë thuj, më tani se mua dhe nuk ma njën, apo mirë. Që, më sëmë thuj, po. Po për thëmë, a je i pështër që avë që të marrë të më fushë, se s'ta dhash doren heq, hajni mirë që shenë për lëme. Misioni gazetarëve është pikresht taj. E pse pa rota, dhe më thonë? Pa rotla, mës me rajt, me full drejt për drejt. Mës mja sjellë rotull, po direkt. Tu pa rota, të vjenaj me 4 rota, që të randën e ka vëtë. Absolut ndodh shumë shpesh.
Pasha dhe jam pëlqet është edhe trim, Aha. edhe tamam kështu apëtin, thet nërë pse na im qatë kom ke kitë keqë, si intereson, ka zëj vlo. Apëtin si intereson tim ta po, kur gjë malters është, ta thet nërë tap, edhe krye, qa po të imi. Për këte ju thash brezit të ri, për shembull që duhet këta me guxu me thonë profesorit, më falë profesor nuk ashtë ashtu. Nëse e din që s'është ashtu. Nëse e din, por veç është një problem që paka shumë ka humba i respekti që na e kena pos për mësus tonë, për profesor tonë, ka ndryshu disa gjona në kohje negative dhe du t'ju thamë brezit të ri, se nuk ashtë jeta që shna shumë në për televizora në serialet e huja. Duke thënë, tregoj kësaj qyke se sa ke hjek, e maleve, ike, Vetët rapo, e njëri në që borë. shi je arratis për i burgu, me tresh në brek dijelit, po arratis që ashtu në nëtë, Po tash, a diçka, po e të lëroj pak se ka morë trauma në Beograd. Po, valloj. Vesh për të kalde një shka, po, mire ko. E mirë, Milaim, pyte Milaimin, si interpreton këtë çështjen e kësaj ndeshjes në Beograd? Dy kombëtarëve, po, a mirë. Mas pari, për mësë të bo pytjen bash direkt atin, si në klas të jetë, për të bëj një pytje kështu. Qka për menën ti, a kanë me dënu edhe neve, a vesh ata në kanë me të lirë? Une mas pari mendoj që njeriu ma gjenial ka qenë aj njeri që me një lodër të thmive, ja u shkërdhej trunin 8 milion serbëve, edhe i nëzorën fush krejt budallë të shqiptarë. Veç që du t'ju të regoj diçka, ta brezi ri, kam vurë në Facebookun tem atje se ka janë ja 15 adresa falcë në emrin tim, por një me flamur ashtë, kam vu 2 gjera që duhet t'i keni parasysh një fotografi ku është një helikopter duke bartë një shqiptar në kufinin Shqipëri-Kosovë, një kufom, po mund tjetë edhe shqiptar i gjallë, se nuk e di ma është i gjallë a i vdekur, dhe një lodër të fëmive duke lëshu në stadion një simbol kombëtar të shqiptarve. Dhe të javën e kalume kam qenë një konferencë ndërkombëtare në Sloveni, dhe javë thash ndërkombëtarve, shikoni serbë që ka bartin me helikopterat e tyre, dhe shikoni shqiptarë qëfar bartin për mes lodrave të fëmive. Dhe është kjo. Po. E me pas bon atë helikam, natë dron, natë helikopter të vogël, me pas bombës, që shka thonë? Po, që për të kalze me pa pas bombë, kish përthyje, letarë tonë kish vishtu si e konë ma poshtë, bomba zakonisht të kush përtën poshtë, dhe më thonë ajo është kanal, ta kuptën? Që ta publik që janë konë që aty, El Fatiha, dhe u krije. Ka dikush aty. E me pas banone? Ha? Me pas banone? Me pa pas banone, letarë të këtynër të këqive ishin kopsa tanë majmuna. Vetëm thanë tash serbët kur po dolin në Beograd, s'po shikojnë veç mojtas e djotës, po dhe në... Po, vëlloj. Lejtë, dhe të zgotë ma shënë se veç... Hamderit shumë. Gjithë ku pas qef mu po gazetarë qëre besoj me që pëse përse më qëre në gazetari mu po... Bish pak, mu po gazetarë du të me posët të kështu për mrakë, përse... Adë më falë, minajtë se përdash përgjigjen ashtë ta pak si qëtë, po... Pyte Milaimin e kështë rëmu për mrapa kur Ja, kë e ka hekat për fuzën, këti nuk i frysë kje refuza. Ja, edhe nuk janë zenë ujën, se është rem, i thet njëri tapë në sy. Valoj, kishe ke thilë ditë grave këto një herë. Po te ka që... Ma mote, ma bëshje që ashtu. Do ta kemi mbavon një sfilat... Nëse, vazhdo të me Faleminderit pytet, faleminderit shumë që ke ardhë. Faleminderit. Qështu, akoma si edhe gjutë të kinda përshkujnë, se veç do ashta me të pol pak. Hajde kalë mirë, për të mira. Faleminderit shumë. Sofi, pardon, po mirë, ofrohet emisioni juaj pa rrotlla kështu. Pa rrotlla, e me një mirë kjo, pa rrotlla, e kishe mendu që tjetë pa pardon, a? Që të thuhet të vërteta? Po, thuhet paktën e kam një parim në gazetari ose në emisionin tim, gjanat të cilat nuk munde me i thonë ashtu si që janë, nuk i trajtoj fare. Po, s'do thot që edhe njerës që vinë në emisionin tim nuk thojnë gjerat pa vërteta, ose televizioni, emisionim mundot me i dekodu njerëzit, me nxjerrë original qësh janë. Njëni më thaj ditë pse keftu, tha filanin, tha se i shfort budal, tha shpikrisht me poti sa budal ashtë e kumftu në emision. Kështu që televizionit nxjerrë, në qofë se je i menqur, të nxjerrë të menqur, në qofë se je budal, do të me nxjerrë budal. Jeni shumë i drejt për drejt. Jeni nga natyra, si Milaim Zeka, i njohur, apo është edhe pjesë e të mësuarit në përvojën tuaj në
Suedi, në Norvegji, ku keni punua si gazetar? Janë dyjat, po profesorët e mi, mësuesit e mi, kolegët e mi që më kanë thonë që kam studiu bashkë me ta, që kam qenë gjimnaz, më njohin për këtë natyrë si fëmijë kur kam qenë, do më thonë, në qoftë se profesori e ka pas gabim, unë i kam thotë që nuk mendoj profesor sikur të që në kohën time ka qenë shumë e vështirë me kundërshtu një profesor. Po në anën tjetër, guximi qytetar ndërtohet me kohë, me vendin ku ti jeton, me shoqërinë cilën ty të rrethon, dhe vetë fakti që në emisionin tim për 5 vite nuk ka pas guxim me ardhë pothuajse asnjë politikan, se ju e dini nuk e dini po e zbuloj që në televizionet tona politikanët tonë zgjedhin gazetarët. Thotë që unë e vi në emision që ose filan gazetari mban intervistë. Me të thonë të drejten, po më vjen mirë që po e kuptoj këtë, unë hiç nuk e kam si breng, s'kam probleme për mysafirët. Natyra jote e emisionit është krejt ndryshe, por në emisionet politike, le ta din, do me thonë publiku, teleshikust, le ta din që të une nuk vinë, politikanë nuk vinë të unë emision. Edhe jam shumë i gëzushëm që nuk vinë. A do t'ishte mirë njerëzit ta kuptojnë një herë përgjithmonë se ti je ai që je dhe nuk mund të jesh tjetri? Me kuptu një politikan, për shembull, i kam thonë një 2-3 liderëve politik, si kur ti jesh i mençur dhe të më thush mu si gazetar, banu 60 minuta gazetar, tamam gazetar, e me ardhë ti në emision, për ty a shumë a mirë. Ndërsa në qoftë se politikani shkon dhe i thot gazetarit, hajde, pyetëm ti kështu, njëherë del gazetari budal, 2 herë del politikani. Sepse Ismail Kadareja thot, sa do i mençur t'jesh, përballë një gazetarit budal, ti del 2 herë ma budal. Se ai. Po. Sepse është e vërtet. Nëse bjen në kurthin e budallëve, ata sparit bajnë të fusin në mesin e tyre, në bisedë me ata, edhe të mujnë me përvojën e tyre të budallëve pas. Ka një thënie të këtillë. Mirë, a mendoni se ose ka gazetar që thot, për shembull, a ke ndonjë koment ti për pyetjet e mia, ose ndodh që mu në studio nuk guxon musafiri me më thonë, po kjo pyetje ishte shumë me vend, shumë pyetje mëshme, i thash pse ajo tjetra si ishte pyetje mëshme, ishte budallakavt. Do thot, unë jam gjyqtari i bisedës, unë e udhëheq biseden. Po, sigurisht. Po, të na është e kundërta. E kishit fjallën për liderët, sipas Milaim Zekës. A janë të mequr liderët tanë? Sipas meje, fatkeqësisht nuk kemi klasë politike të pjekur një dhe nuk kemi klasë intelektuale të pjekur dy, dhe treta fatkeqësia më e madhe e këtij populli, do me thonë qoftë se bëjmë një renditje. Janë politikantë, intelektualët, gazetarët, pastaj vinë mjekët. Me radhë, edhe neva, edhe unë aty. Edhe ti e sepse... Një fakt gjysë mjeku. Une shumë i kam mbështet qytetarët kur i kanë rrej mjekët në për spitale, edhe i mbështes pjesën ndërmuese të qytetarëve kur i kërcnojnë gazetarët cilët spekulojnë, të cilët fyjnë, të cilët bojnë intriga, ose ja shkatrojnë jetën private në njeriu. Kush duhet t'i rregulloj këto gjëra? Edhe në gazetari, edhe në mjekësi, edhe në politikë, Absolut shteti dhe ligji. Sistemi. A kemi akoma sistem të vënë në Kosovë? Nuk kemi. Një popull që ka vujt historikisht për kryp, për gaz, për shiqer, për mill, një popull fukara e ka shumë vështirë me bështet. E masi s'kemi, kush duhet me nevnu? Unë mendoj që Kosovës ju ka nevojt një politikan i pa korruptum dhe një diktator demokrat. Që mi thonë shteti ka vendos, ti zguxon me ndërtu këto edhe pikë. Ta zëmë tash që isha në Sloveni, më tregoj një shqiptar që 4 vite komuna nuk po ma jep lejen me shtruë borën Kocka, sepse komuna thot që ti po e damton gjelbrimin. Aja është shtet. Diktator demokrat, fjalë jo shumë e dëgjuar. 75 karanfila, apo 73 karanfila e dërgute? 75, Gjagjit në verë. Po. Në të 83. 83, në vera 83. Më pas, a ju kaftuar në Shqipëri? Po. E keni takuar personalisht? Kam qenë në stadion, unë me Ramizalin, me të ndjerin Ajet Haxhiun, i cili ka shkru librin e Shot Galicës, edhe Azembetës, në Verogja ka qenë sikur aty, unë kam qenë këtu.
Dorën s'ja keni dhënë? Jo, nuk ja kam dhënë dorën, familjen e tij e kam taku. Po ka ardhur në atë kohë kam ka ardhur keq për ta taku, edhe ishte në gjendje tranë shëndetësore. Familjen e keni takuar? Po. Kanë konkretisht? Pranverën, vajzën. A pranverën? Po. Çfarë keni bisedu? Si shkon, kisha shku djalë nga Parisi, për herë të parë me flok gjata, i veshur pak si kuller në hoqen atë në kohë. aeroport? Jo. Jo, a? Jo, edhe më shikonin me habit gjithë edhe studentat kosovarë që kishin ikë andej, për shembull takova Shefqet Kryziun, takova një mikun tim nga Qabiqi, Shaqir Muslim, plot studenta kosovarë. Keni qëndruar sa? Kam qëndru 56 ditë. Mas 56 ditëve vendos të ktheheni përsëri në Suedi. Pse? Unë u pranova për të studiu në Tiranë, por ta tham të drejten, unë u zhgënjeva shumë dhe kam shku prej Tiranës e deri në Vjen duke qajtur, sepse u vrava shumë shpirt. Unë mendoja që Shqipëria është krejt ndryshe. Pritjet tua ishin shumë më të mëdha për Shqipërinë, për atë. Për mua ishin edhe mas vitit 90 akoma, derisa shkova vetë pas. Ama i mire i keq, a Enver Hoxha që i ka bo shumë të këqija Shqipërisë. Unë them lumt na që kemi dosht të Enverin e mjerët ata që kanë dosht Titon. Sigurisht. Madje për të tregu, me qenë sa është pak show program, edhe këta 3 teleshkust këtu janë ai brezi jonë i përbashkët, nona ime ndjes post, unë ka qenë nona një alamet gruje bukur, por e pashkollume. Edhe e mbante fotografinë e Enver Hoxhës të krevetit e koka. Edhe i thojshoj non, posh gjinin që ma ke dhonë me kanë po flena, me babën a me Enverin. Hajtë brenon se burri hishëm për që ta pe majtë e krytë. Edhe ajo se kish idenë kush është Enver Hoxha. Prisli ka qenë a ishtu? Ka qenë i bukur, absolut. Kam doshtë francezët edhe krejt. Prap po tham, shiko, du me thoj diçka ndoshta për herë, jo ndoshta po them për herë të parë. Kur njerëzit flasin dhe akuzojnë dikant pse keni dashtë Enverin, pse ke dashtë këte, pse do Ibrahim Rrugovën, pse do Thaqin, pse Ramushin, pse Isen. Unë mendoj që kjo është një pyetje më idioteske. A di pse? Dashuria, respekti ndaj dikujt është sikur ajri. Ne po jetojmë prej një diçkaje që ne nuk smujna me kap, smundemi me burgosa dhe me na mbyll gojen dhe hunen vdesëm. Prandaj mos kërko prej njerëzve me thop pse po e don dikend, e du se pse e du, pse po e don, kjo është njësoj si mi thon njerëzve pse po e don Zotin. Mirë që i dojmë, por a i respektojmë vlerat e tyra, apo vlerat e njëri tjetrit, a është problem kjo në shoqërinë tonë? Është shumë problem, vlerat e vetvetes. Unë mendoj që sikur Enver Hoxha të kishte qenë krejt zi e terë që she përshkruajnë kundërshtarët e vet, sot 3 milion shqiptarë të Shqipërisë kishin jetu majmuna në përlisa. Nuk ka e vërtet, a kupton? Dhe të njëjtën mënyrë se kur po të takosh me këta kritikus të Ibrahim Rrugovës të zonë, e gjujnë fund bunarit Ibrahim Rrugovën. Po të takosh me një që nuk e donë Thaqin, thot kjo është kështu. Do me thonë, ne dim me fol vetëm bardhë dhe ze. Çka duhet bëjmë atëherë në nivel nacional dhe kombëtar? Nivelli nacional dhe kombëtar duhet që shkollat tona me funksionu krejt ndryshe, mos me i detyru nxënësat me mësu vjersha për mensh, po me i shtin nxënësat me analizu një poezi. Për shembull, e kemi atje legjendën e Misrit Mixhenit. Ne mësonim në shkollë gjithë për mensh, asnjëherë nuk e kemi ditë Mixhenit çka ka dosht me thonë me legjendën e Misrit. Ai malsori me atë farë gjoksin si shkam graniti, që e rrev grune vetë, e rrej kujshin e vetë, e pren atje mzatin pa e lidh heq, kur ka shku të nën punë si për 2 kokë ramisër, i ka ronë 2 gjojt. Tash po kthejmë të këta studentat. Për shembull, këta të shkretit si dalin atje, është gjendje dhe nonës vetë mi thonë byllë gojen e babes, profesorit i përkulen për një notë. S'ban kështu, nuk ban. Do të mësë, Milajm, ku kemi qenë, jemi dikun. Po ku kemi dasht, si kur jemi askon. Prapë thamë që 2000 vjetë ma mirë s'kemi qenë. Edhe ne nga njerë kritikojmë me dëshiren që mu bo ma mirë. Ky vend duhet bëhet ma mirë. Duhem të bo ma mirë. 15 vjetë janë. Po. 16. Për shembull, unë mendoj një diçka që serbë në stadion, 35.000 bisha serbë në stadion,
na kanë dhënë një injekcion të patriotizmit, na kanë bënë diçka shumë të Të mirë. kthimit ka vetvetja. Po, se ata kolegët e mi faqezin Shqipni, ata gazetarucat atje, Po. ata thëshin për shembull që a disi me shiku për shembull atë Fatos Lubonjen e ata në televizionet e Shqipërisë, më falë shprehje, po me këshyrë me byll të bjezhuga, se lemo me ndëgju çka flasin. Mirë, thoshin se serbët megjithatë Po, duhet kuptuar ndryshe. Edhe kur tash në Beograd, do me thonë kur e pon vrani shqiptar, tash inshallah kthehen ka kibla. 32.000 veta kundrejt 11 vetave. Vetë si, me qenë se nështë ai Michel Platini e shë emisionin tanë, kanë zbulu që ai ka qenë kë serbi që ka hynë stadion. Ai ka ra me ball, i ka ra grushtit të Canës. Canës. Dhe më thonë, jo, Loriku nuk i ka ra ati, pa i ka ra Loriku. Ka qenë Loriku donte me pastru, shiqo dhe si mas regullave të futbollit pastruhet tereni. Ai dojke me pastru terenin pe mbeturinave, kur gjës kishtë aty në... Si do qofë, janë dy gjera që janë fitore të mëdhaja nga kombëtarja jonë, halal gjini nanës, që shtojmë na gjithë lojtarëve tonë. E para, sa ka bërë reklam kombëtarja jonë me pas dhon miliarda në botë s'kishëm bërë atë reklam. Numër 1. Dhe dyta, aq na kanë bërë shqiptarat natë, aq jemi knaq, sa që lumt na që i kemi. E tashi, e kjo qeveria jonë duhet me në animu. Cëla qeveri se shëqër s'kena në Qeveria Nikje. Pjesë e qeverisë është edhe Bajram Rexhepi, vjehra e qësojnë a i ka thonë, valla na keni një mu. Por zote, Por ja o zoten, zemën ata asoj. duart- Unë mendoj që e mira e Kosovës është që s'kemi qeveri që 4 muaj, se tonin e bo marak që s'kemi qeveri, sa ma pak me pos qeveri, që ma pak vjedhen pare të Veç sa ma popullit. shumë sistem të t'ishte mirë. Aja po, veç. Jeni bashkangjitë edhe në luftë, për herë keni qenë pjesë e rezistencës, po sikur keni tinglu si individual. A ke qenë i organizuar në grupet ilegale në Kosovë, kuptoj, po mas Kosovës në grupet organizuara në Perëndim, apo ke vepru gjithmonë paka shumë si kokën vete? Jo, jashtë s'kam qenë kur e organizum, njërë absolute jo, ma dje kum pos një moment të madh të zhgënimit, që kam thonë ta jetën time, kam sot derit kthehem Kosovë, kam me luftu e me punu për shqiptar, për pa shqiptar. Jashtë nuk kam qenë, me gjithate njerëzit e ilegales i kam njohur gjithë nga afër, edhe në luftë kur jam kthy jam hime Nasim Haradinin. Do me thonë përmes shokëve të ilegales që kthy edhe në luftë, je bashkangjit në Jo, luftë. në luftë jam kthy me gazetarin e Daily Mail, gazetës shumë të njohur britanike, se tash do kolegëve të mi jo vje pak i nati, nuk janë të punë për të lavdru, po kam gjiru, kam punu për BBC-n, për Sky News, për ITN, për CNN-in, do me thonë gjitha ato filma që i keni po pjesën dërmuse, që mi kanë vjedh që janë dorës time, se dhe jom plagos në fundit me 20 maj jom plagos duke gjiru kur Unë jom kam taku pastaj në Tiranë të plagosur. Dhe fati ma i keq që një aurontare, një matrapaz, një hajdut në Shqipëri, i vjedh krejt të materialet të mija dhe bojnë 4 ore mision në opinion të Blendi Fevziu me... Se nuk ja ke dorëzu arkivit Kosovës në mënyrë që pastaj t'jenë të mbrojtur ato? Shiko, kena qatë shumë gjera, jo e përmend këto Raqakun, e përmend... Kush nuk ka i plagosur në këtë vend. Ne nuk kemi arkivas për Raqakun, s'kemi arkivas për masakrën e fshatit tim në Abri, që imagjinoni i kanë myt njerëzit me kozë duhanit, e kanë morë beben 7 mujsha, është mirë me ditë këta të rritë, ja kanë mush bebes cuclën, biberonin me gjakun e nanës të vetë dhe ja kanë dhonë me pi. Dhe na nuk dojna me këte me përhapur rejtje ndaj serve. Jo, por do të kemi faktografi. Po fëmit tonë do të... Unë i kam gjirimet. A i ke gjirimet? Gjitha gjirimet, është beba me cucëll, e kanë po besoj shumica në internet. Është beba me cucëll që ja kanë ofru. Ose, une kam po intervist një gru Gjakovës, sa femrat i kemi ne të përdhunume dhe askush nuk kujdeset për to. Nuk është marrë me të përdhunu serbe. Por jo individualisht, Milajm. Brenda sistemit, në arhiv,
në televizion. Naim, Jo naim. dini që në Shqipëri edhe arhivin e shtetit, edhe televizionin kanë drejt ta përdorin të gjithë. Neve këtu edhe po deshtem se kemi atë mundësi. Naim, veç shkurt, imagjino Sa mirë e thekto, Naim. Po, qeveria Për jonë me ka dhënë nalë fjallën. Po, qeveria jonë i ka dhënë dikun 6 milion euro për një reklam 30 sekonda, për një reklam turpit. Imagjinoni ti, sikur unë të kisha një buxhet me dalë dhe me marrë çdo rrëfim të çdo nanë shqiptare, veç një diçka, e kam peng në shpirt, dhosht Zoti s'vdes pa e realizu. Me bo emision me fëmijë që kanë lind në luftë, me marrë ata mi ullë këtu në studio, me nanat tona që e ka lind fëmijë në luftë, në borë, me marrë fëmijë që i kanë pas 5 vjetë, 6 vjetë, dhe ata me na tregu për luftën. Kuj do të mja thonë këtë, Milem? Po inshallah këta ministrat e kryeministrat tonë edhe këta të shkumt edhe të arshmet janë ty A din, besoj që na dëgjojnë. Nuk e din se gjipat e zi, troprojet, këta jënë bo prej të parit e deri të mramin jënë bo për Hajmali. Në një emision në Norvegji, bashkë me përfaqësuesin Jugoslav, keni polemizuar kështu. Ka qenë viti 90, në kohën kur u vranë 23 shqiptarë këtu për ndryshimet kushtetutare, dhe kur nuk e harroj ka qenë nata kur u vra Rajiv Gandhi, kryeministri i Indisë, se na ndërprej në emisionin, dhe unë e thash që në vra 23 shqiptarë, përfaqësuesi i ambasadës serbe tha nuk është e vërtet, policia serbe tha po gjuj najrë. Unë thash ky ka shumë drejt ky zotriu, po shqiptarët kanë fillu me fluturu hava, edhe madje thash po fluturojnë me shpinë prej toke, sepse gjithë plumat i kishin godit në shpinë. Dhe ai tha që nëse Zeka vazhdon me këtë cinizëm, tha unë e lëshoj emisionin. Po ne vazhdum ato polemikat edhe ai tha Zeka tha është shumë cinik, edhe unë i thash më fal, unë po foli për publikun, thash se me ty flas me byth. Veç me këtë. Ishte bukur që të kishim sonte në spektaklin ton. Unë kam një dhuratë të Frank Kafes për ju. Tash josh, e të na kujtosh, e të na vish prapë në emision. Sa kushton se na gazetarët korruptohem shumë lehtë është. Jo, pa korrupsion. Këto e jep Frank Kafeja për emision. S'ka korrupsion. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit që ishim ne. Milajn Zeka. Ecim bashkë. Faleminderit shumë. Gjithë mirat. Jemi rikthyer pas momenteve të bukura që na solli zotri Milajn Zeka e ne ecim tutje. Ecim tutje me një kaptin tjetër të spektaklit ton. Ecim me jetën, ecim me kohën. Bile është mirë që ne shqiptarët të ecim edhe për te i kohës, si kur jemi vonuar. Ecim tutje, kjo është spektakel, këtu ka këngë, këtu ka ritëm. Zonja zotri, ajo erdhi me ritëm dhe hapi si pari në kësaj mbrëmjet, themi ashtu. Tani do të vi përsëri me këngë për këngë. Për ju, për ne, për të gjithë, Ganimet Abasi, Gania! Gane, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Stili bukur i veshjes. Kush ja u propozoj këtë? Unë vetë. Një element kombëtar. Po. Me bo, këto po duken dhe si tirqi, për pak shote Galica veç bjonde. E mendon shote Galicën bjonde? Jo. Jo, mirë. Gane, ne do të bisedojmë bashkë, por kohëve të fundit ju keni sjell një trio, një këngë shumë të bukur. Një këngë të njohur, e të kënduar më herët, por tani të ripërpunuar. Kush e ka ripërpunuar? Kush e ka realizuar? Florent Boshnjaku e ka realizu këtë këngë. Ideja ka qenë Goldegjis Arjanit, që përshëndesim shumë. Edhe ne me kënaqësi e kemi pranuar ftesën se kjo këngë veç Ilirat e kanë bë shumë a heret, edhe deshtëm që të përpunojmë këtë herë tamam qysh i ka hije asaj këngë. Jeni të tretë bashkë? Po. I fton që të këndoni bashkë? Pa tjetër. A i ftoj me një herë apo do të vi në këngë? Besoj që ma mirë është miftu se ju duket. I ftojmë bashkë. Ftoj në skenë. Shemin, Ilirat dhe Golden G!